Lam të mirë, diabet. Këto tre ushqime ulin sheqerin e lartë në gjak në kohë rekord. Jasit i konsumoni. Në shfaqjen e diabetit ndikojnë kryesisht dy faktorë kryesor, trashëgimia dhe faktorët që rrisin riskun për të bërë edhe diabetik. Mosha dhe trashëgimia ne nuk mund t'i ndryshojmë, por një faktor që mund të rrisë rrezikun për të bërë diabetik, si mbipesha, obeziteti, duampirja, jeta sedentare, ushqyerja me shumë kalori mund të ndryshohet dhe gjithçka është në dorën tonë. Diabeti ose sëmundja e sheqerit vjen nga rritja e niveleve të sheqerit në gjak, për arsye se organizmi nuk ka mundësi të prodhojë insulinën, ose prodhimi është i pamjaftueshëm për shkak të mosveprimit të insulinës në qelizat e organizmit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Është nga të paktat sëmundje të cilat arrin të prekë dhe të dëmtojë heshtorazi dhe ngadalë thuajse të gjitha organet kryesore dhe gjithashtu trupi mund të përjetojë simptoma të pakta derisa të humbas të gjitha aftësitë e tij, duke krijuar kështu aksidente dramatike dhe tragjike. Nëse ai nuk mbajnë në kontroll, përgatituni që rasti juaj të jetë më i rëndë. Por mjekët dhe specialistët e shëndetit publik shpjegojnë se niveli i sheqerit në gjak mund të ndryshohet përmes një diete të pasur ushqyese dhe të kujdesshme, që mund të arrihet gjithmonë në mbikëqyrjen e një eksperti dhe gjithashtu edhe nën këshillimin e tij. Mund të shtoni ushqimet e preferuara në dietën tuaj, që do ju ndihmojnë në dukshëm në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Për të mbajtur nivelin e sheqerit në gjak afër normës natyrale, duhet të ekuilibroni ushqimet që konsumoni, sidomos edhe me insulinën që prodhon trupi juaj ose për ta marrë atë me anë të injeksioneve të insulinës dhe aktivitetit tuaj të ndryshëm fizik. Ky ekuilibër mund të arrihet falë kontrollit sistemik të sheqerit në gjak, duke pasur glicemi në nivelet normale ju ndihmon të ndjeheni më mirë dhe gjithashtu edhe të parandaloni ose të ulni riskun për ndikime dhe ndërlikime të problemeve të diabetit. Është shumë e rëndësishme të konsultoheni me një specialist të ushqimit në mënyrë që të kapërceni këto ndryshime të vërteta të shëndetit tuaj. Duke u kujdesur më mirë për dietën tuaj të përgjithshme, do ta keni më të lehtë menaxhimin. Shëndeti ynë i mirë varet nga konsumi i ushqimeve të shumëllojshme me përmbajtje të sasisë së duhur të karbohidrateve, sheqernave, proteinave, yndyrnave, vitaminave, mineraleve dhe ujit. Sasia do të përcaktohet nga sasia e kalorive që nevojitet, e cila varet nga pesha e trupit tuaj, mosha, gjithashtu dhe aktiviteti fizik. Mos i kufizoni kaloritë në përpjekje për të kontrolluar nivelin e glukozës në gjak. Duhet që të nxisni marrjen e një ushqimi të shëndetshëm dhe të bëni aktivitet fizik sistematikisht. Karbohidratet, proteinat, yndyrnat gjenden në ushqimet që konsumoni. Ato do ta furnizojnë trupin me energji ose ndryshe me kalori. Trupi juaj ka nevojë për insulinë që ta përdorë këtë për energji. Insulina prodhohet në pankreas. Në rastin e diabetit, pankreasi prodhon shumë më pak ose nuk prodhon mjaftueshëm insulinë, ose ka mundësi të ketë rezistencë për të rritur edhe ndaj insulinës. Në të gjitha rastet, niveli i glukozës në gjak mund të rritet ndjeshëm dhe të fillojë të ketë edhe komplikacionet e para të cilat mund të ndikojnë drejt për së drejti edhe në aktivitetet tuaja fizike. Amidoni dhe sheqeri në ushqim janë karbohidrate të cilat ndahen përkatësisht në karbohidrate komplekse, gjithashtu dhe karbohidrate të thjeshta. Amidoni ndodhet edhe te ushqimet siç është buka, makarona, orizi, drithat, patatet, bizelet, mistri, fasulet, qiqrat, gjithashtu dhe thjerëzat. Sheqeri natyral është te frutat, qumshti dhe zarzavatet. Sheqeri i shtuar gjendet te ëmbëlsirat, çokolladat, karamelet, reçelerat, pijet e ëmbla dhe shurupet të ndryshme. Të gjitha këto karbohidrate përmbajnë kalori rreth 4 kalori për gram dhe mund të rrisin nivelin e sheqerit në trupin tuaj. Kur ju hani karbohidrate, ato kthehen gjithashtu në nivelet të glukozës dhe qarkullojnë më shumë edhe në gjakun tuaj. Insulina ndihmon gjithashtu në këto raste edhe glukozën të hyjë ose në qelizat ku nevojiten për të prodhuar energji ose rezerva.
por të hani çdo ditë të njëjtën sasi të karbohidrateve në vaktet kryesore ose ndërmjet tyre do ju ndihmojë që të mbani nivelin e glukozës në gjak konstant dhe gjithashtu të evitoni luhatjet e theksuara të tij. Ndjekja e një rregulli të kujdesshëm ushqyes do ju ndihmojë dukshëm në mbajtjen dhe menaxhimin më të mirë të niveleve të sheqerit në trupin tuaj. Proteina luan një rol strukturor në funksionet e çdo qelize të trupit tuaj, që do t'japë gjithashtu rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit dhe reduktimin e problemeve të tilla, që nga flokët deri te thonjtë e këmbëve. Ato janë shumë të rëndësishme për organizmin dhe për këtë arsye duhet të merreni në sasi të mjaftueshme në dietën tuaj. Por në përgjithësi ushqimet që përmbajnë proteina përmbajnë edhe sasi të mëdha të yndyrnave të pangopura ose kolesterol, të cilat duhet t'i mbani nën kontroll dhe të merrni sasinë e limituar, pasi përmbajnë edhe kërcënime prenët e gjakut dhe sistemin tuaj kardiovaskular. Ushqimet e pasur me proteinë janë mishi, pula, peshku, bulmeti, vezët, fasulet dhe thjerrzat. Ndaj tregohuni më të arsyeshëm me konsumin e këtyre ushqimeve, në mënyrë që ta keni më të lehtë menaxhimin e luhatjeve të sheqerit në gjak dhe t'i thoni lëm të mirë këtyre komplikacioneve. Proteina ka 4 kalori për gram. Trupi juaj nevojitet insulin për të prodhuar proteinën edhe nëpërmjet ushqimeve. Ndaj është e rëndësishme që të konsumoni proteinën e nevojshme në dietën tuaj, e cila do ju vinë në ndihmë edhe kundër luhatjeve të rënda të sheqerit në trup. Yndyrnat gjenden tek margarina, gjalpi, gjithashtu vaji, salcat e ndryshme, frutat e thata, gjithashtu qumshti, djathi, veçanërisht djathi këçkavall, mishi, mishi pulës, akullore dhe ëmbëlsirat e ndryshme. Disa tipe të yndyrnave, si acidet yndyrore të pangopura mono, acidet yndyrore të pangopura poli, acidet yndyrore të ngopura dhe acidet yndyrore trans. Hani sa më pak acide yndyrore të ngopura që gjenden tek mishi i kuq, pasi ato mund të ndikojnë drejt për së drejti në situatën tuaj kritike dhe të çorganizojnë shëndetin tuaj. Është e rëndësishme që nëse vuani nga diabeti të merrni yndyrnat e duhura në dietën tuaj, të evitoni ato trans dhe gjithashtu të ngopura, pasi mund të ndikojnë drejt për së drejti në krijimin e komplikacioneve të sheqerit në gjak dhe të rëndojnë situatën tuaj. Vitaminat dhe mineralet janë shumë të rëndësishme për situatën tuaj që mund të kaloni. Shumë nga këto ushqime përmbajnë nivele të larta, sidomos edhe të kripës. Nëse i shtoni proteinat, vitaminat dhe mineralet në dietën tuaj si duhet, ato janë të pasura me element që nëse konsumohen rregullisht dhe në sasinë e duhur mund të mirëmbajnë shëndetin tuaj dhe të evitojnë luhatje dhe komplikacionet e hipertensionit. Personat të cilët të vuajnë nga këto komplikacione siç është edhe diabeti, duhet të tregohen më të kujdesshëm me sasinë e kripës që shtojnë në dietën e tyre. Në qoftë se ju qëndroni shumë duke konsumuar kripë dhe vuani nga hipertensioni, atëherë kjo sëmundje mund të përkeçohet, kështu që mendohuni përsëri përpara se të fusni kripën në dietën tuaj, pasi mund të ndikojë negativisht në shëndetin tuaj dhe të krijojë probleme të menjëhershme. Alkooli është i dëmshëm për personat të cilët vuajnë nga diabeti, dhe nëse vuani nga këto komplikacione, duhet të reduktoni alkoolin nga dieta juaj. Gjithashtu është e rëndësishme të konsultoheni me ekspertin e shëndetësisë për të përzgjedhur dietën e duhur ushqyese, e cila do ju ndihmojë në menaxhimin e luhatjeve të sheqerit në gjak, gjithashtu edhe në përmirësimin e reduktimit të këtyre komplikacioneve. Është e rëndësishme që nëse vuani nga diabeti të konsultoheni me mjekun tuaj, të ndërmerrni hapat bazë për të menaxhuar më lehtë këto komplikacione. Ngrënia e frutave, gjithashtu dhe perimeve në dietën tuaj në mbikëqyrjen e një eksperti mund të jetë një përzgjedhje e mirë ushqyese. Ekspertët thonë që nëse vuani nga diabeti, duhet të konsultoheni me specialistin, të përzgjedhni dietën më të përshtatshme për rastin tuaj dhe t'i thoni lëm të mirë këtyre komplikacioneve. Diabeti është një ndikues i drejt për drejt në sheqerin e trupit. Prandaj, sa më mirë të menaxhoni dietën tuaj, sa më pak ushqime të dëmshme të konsumoni dhe gjithashtu të konsultoheni me specialistin, do të jetë mënyra më e mirë në menaxhimin e këtyre komplikacioneve. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.